U dënua me 11 vite për trafik droge, Home Office betej për të hequr nën shtetësinë britanike shqiptarit. Një shqiptar i arrestuar për trafikim droge, i cili fotografoi veten i rrethuar nga 250.000 pound cash, i është lejuar të qëndrojë në Mbretërinë e Bashkuar, sipas The Telegraph. Home Office, Ministria e Brendshme dhe Agjencia Kombëtare e Krimit NCA po kërkojnë të ekstradojnë Olsi Behlulin, 33 vjeç, i cili u dënua me 11 vite burg për rolin e tij në një nga rrjetet e trafikimit të heroinës. Ata thonë se Behluli, i cili erdhi në Mbretërinë e Bashkuar kur ishte 9 vjeç, siguroi shtetësinë britanike pasi pretendoi se nuk ishte i përfshirë në kriminalitet në formularin e tij të aplikimit për shtetësi. Vetëm 8 muaj më vonë ai u arrestua me 8 kg kokainë, e cila kishte një vlerë prej 200.000 pound gjatë rrugës për në një shtëpi të fshehtë në Neasden, ku u gjetën dokumentat falsifikuara dhe peshore. Agjencia Kombëtare e Krimit gjeti një fotografi të tij të rrethuar nga 250.000 pound cash në iPhone-in e tij. Pas kontrollit që bëri në veri perëndim të Londrës në vitin 2015, ai u shpall fajtor për komplot për të furnizuar drogë të klasit A në gjykatën e Kurorës dhe u dënua me 11 vjet burg në 1 prill 2015. Home Office dhe NCA argumentuan se vetëm një person me një histori të gjatë kriminale do t'i besohej një ngarkesë kaq e madhe droge. Një gjyqtar i gjykatës së nivelit më të ulët e hodhi poshtë më pas të argument me arsyetimin se nuk ishte prova mbikëqyrëse ose dëshmitar për ta mbështetur atë. Ankesa e Behlulit kundër ekstradimit të tij u miratua. Megjithatë, Home Office apeloi çështjen dhe siguroi një ridëgjim, pasi një gjyqtar i gjykatës së lartë vendosi se mungesa e provave për të vërtetuar kriminalitetin e tij të mëparshëm nuk ishte mjaftueshme për të tejkaluar argumentat e logjikës së shëndosh të sekretarit të brendshëm. Rasti i zbuluar në dokumentat e gjykatës është shembull më i fundit i zbuluar nga The Telegraph, ku emigrantët e paligjshëm ose kriminalët e huaj të dënuar kanë qenë në gjendje të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar ose të shmangin ekstradimin e tyre. Ministrat po propozojnë të rrisin pragun për ta bërë më të vështirë për gjyqtarët të japin të drejtën e qëndrimit bazuar në nenin 8 të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut, i cili mbron të drejtën për një jetë familjare me nenin 3, i cili mbron nga tortura dhe trajtimi ose ndëshkimi çnjerëzor ose degradues.